Kancelare gjermane Angela Merkel në një intervistë për BBC tha se do të ishte një gabim i madh politik për Eurozonën nëse do të lejonte Greqinë të dilte prej saj. Në një intervistë ekskluzive ajo tha se Gjermania do të bënte gjithçka për ta mbajtur Eurozonën të bashkuar. Ajo gjithashtu hodhi poshtë zërat për të tjera paketa shpëtimi për vendet Eurozonës, duke thënë se mësimet më të rëndësishme janë mësuar. Ajo përshëndeti programin shtrëngues të qeverisë britanike duke thënë se asnjë vend nuk mund të jetojë përtej mundësive të tij. E pyetur nga BBC se si e sheh të ardhmen e Greqisë, Merkel tha se Athina gjithmonë ka përsëritur se dëshironte të qëndrojë në Eurozonë. Greqia ka dobësitë e veta, por po përpiqet i tejkalojë ato. Do të jetë një rrugë e gjatë dhe vështirë për Greqinë. Kemi marrë vendimin për të patur monedhën e përbashkët. Ky nuk është vetëm një vendim monetar, është gjithashtu dhe një vendim politik. Do të ishte katastrofike nëse do t'u thoshim atyre që duan të rinë me ne që ne nuk ju duam. Merkel tha gjithashtu se Eurozona do të ishte mjaft e dobët nëse Greqia do të dilte prej saj. Merkel tha se Europa, veçanërisht Eurozona, kanë përfunduar në krizë si pasojë e një krize globale financiare. Tani është vërtet një situatë e tensionuar, ka thënë kancelare gjermane. Greqia kohët e fundit mori paketën e dytë të shpëtimit prej 130 miliard euro. Gjermania ka paguar më shumë se çdo vend tjetër për këtë paketë, duke zëmëruar më shumë qytetarët gjerman dhe politikanët. Megjith masat, shumë analistë friksojnë faktit se Greqia do të ketë nevojë sërish për ndihmë financiare.